Në Kosovë, Partia e Drejtësisë, që është pjesë e qeverisë së Kosovës në kuadër të koalicionit për Kosovë të re i drejtuar nga Begjdit Pacolli, tha sot se shkuarja e shqiptarëve për të luftuar në Siri është çështje e përcaktimeve personale, ndërsa kundërshton çfarëdo dërgimi të organizuar të tyre atje. Në një takim me gazetar në Prishtinë, kryetari i kësaj partie, Avdullah Klinaku, tha se në mesin e shqiptarëve gjithmonë ka pasur personalitete që janë angazhuar për drejtsinë e përgjithshme. Partia e Drejtësisë e vlerëson shkuarjen e qytetarëve të vendit si pjesëmarrës të luftës në Siri, si çështje të vendimit të tyre personal përveç në rastet kur institucionet e autorizuara shtetërore kanë informata të verifikuara për veprim të organizuar dhe sistematik të individëve ose grupeve në vend ose jashtë, të cilët mbi bazën e agjendave plotësisht të huaja për interesin tonë kombëtar dhe shtetëror, duke manipuluar me gjysmë informata ose informata të rreshme tentojnë dhe arrin që të përvecojnë ndjenjat e sinqerta fetare të këtyre besimtarëve islam qytetarë të vendit. Përderisa janë të bazuara në përkushtime individuale, PD-shja këto veprime si vërtetim të përsëritur të dëshmive historike për pasurinë e kombit tonë që në gjion e tij gjithmonë ka pas personalitete të cilat të mbështetur mbi vlera të larta etike, kanë përjetuar ndjeshmëri ndaj vuajtjes së popujve të tjerë dhe mbi këto baza kanë qenë të gatshëm për të sakrifikuar edhe jetën e tyre për humanitetin dhe drejtsinë universale. Këto komente janë pjesë e diskutimeve që po zhvillohen në Kosovë lidhur me përfshirjen e shqiptarëve në luftën e Sirisë dhe trajtimit të tyre nga ana e shoqërisë dhe shtetit të Kosovës. Autoritetet qeveritare thonë se janë duke kompletuar bazën ligjore për të parandaluar përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në atë luftë, duke vlerësuar shqetësues faktin se, siç thuhet, pjesa më e madhe e luftëtarëve shqiptar u janë bashkuar grupeve të afërta me organizata terroriste si Al-Qaida. Agjencitë ndërkombëtare të zbulimit thonë se disa qindra shqiptar nga Kosova, Shqipëria e Maqedonia mund të kenë shkuar në Siri për të luftuar. Zyrtar të rendit në Kosovë thonë se numri i qytetarëve të saj të përfshirë në luftën në Siri mund të jenë nga 80 deri në 100 syrësh, ndonse askush nuk e di saktësisht as numrin e as rrugën e angazhimit të tyre. Ministria e Punëve të Brendshme thonë se shkuarja në Siri ndodh në rrugë individuale, por ka edhe organizata jo qeveritare që veprojnë në Ballkanin Perëndimor, që ndihmojnë dhe lehtësojnë shkuarjen e luftëtarëve të rajonit atje, veprimtaria të cilave është duke u hetuar. Ata u kanë bërë thirrje qytetarëve të Kosovës të shmangin përfshirjen në një luftë ku gjërat janë ndryshe nga fillimi i saj, kur luftohej kundër regjimit të Bashar al-Assadit. Edhe Bashkia Islame e Kosovës ka bërë thirrje në disa raste kundër përfshirjes së shqiptarëve në luftën e Sirisë dhe që të mos bien prej interpretimeve të gabuara të Islamit, thirrje të cilave u janë bashkuar tashmë edhe Bashkitë Islame në Shqipëri e Maqedoni. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.